Krishti është gjithçka. Krishti është dashuria jonë, erota jonë. Krishti është gëzimi, drita e vërtet, lumturia. Krishti është shpresa jonë. Lidhja me Krishtin është dashuri, është erota, është entuziazëm, është pasioni për hynoren. Krishti është gjithçka. Ai është dashuria jonë, ai erota jonë. Nga atje buron gëzimi. Gëzimi është vetë Krishti. Është një gëzim që të bën tjetër njeri. Është një marrëzi shpirtërore, por në Krishtin. Të deh si një verë e vërtet, kjo verë shpirtërore. Vera shpirtërore është e fortë. Kur e pi, të deh. Kjo dehje shpirtërore është dhurat e Perëndis që u jepet atyre që janë të pastër në zemër. Sa të keni mundësi, kreshmoni. Sa të mundeni, bëni me tani. Sa të mundeni, bëni agripni. Shijojeni ato, por të jeni të gëzuar. Ta keni gëzimin e Krishtit. Është gëzim që zgjat përjetësisht. Ka ngazëllim të përjetshëm. Është gëzimi i Zotit ton që e paqen e sigurt. Gëzim që është shumë i madh, që e tejkalon çdo gëzim. Krishti do dhe kënaqet që ta shpërndaj gëzimin, ti pasuroj besimtarët e tij me gëzim. Lutem thot që gëzimi juaj të jetë i plot. Kjo është feja jonë. Atje duhet të shkojmë. Parajsa, bitë e mirë. Çfarë është parajsa? Krishti është. Nga këtu fillon parajsa. Është pikërisht e njëjta gjë. Ata që jetojnë këtu në tokë Krishtin, ata jetojnë në parajsë. Kështu është siç ju them unë, është e saktë. Kjo është e vërtet, më besoni. Puna jonë është të përpiqemi të gjejmë një mënyrë për të hyrë në dritën e Krishtit. Nuk është thjesht të bëj dikur gjëra formale. Thelbërsorja është të jemi bashkë me Krishtin. Të zgjodh shpirti ynë dhe të doj Krishtin, të bëhet i shenjtë, ti përkushtohet erotas hynore. Kështu do të na dojë dhe ai. Atëherë gëzimi ynë do të jetë i plot. Këtë gjë do më shumë Krishti, të na mbush me gëzim, sepse është burimi i gëzimit. Ky gëzim është dhuratë e Krishtit. Nëpërmjet këtij gëzimi do të njohim Krishtin. Nuk mund ta njohim nëse ai nuk na njeh. Këto gjëra do shpirti im që t'i fitoj. Nëse përgatitemi siç duhet, hiri do të na jap. Nuk është e vështirë. Nëse marrim hirin, të gjitha janë të lehta, të gëzueshme dhe me bekim perëndie. Hiri hynor gjithnjë troket në portën e shpirtit ton dhe pret ta hapim që të vinë në zemrën tonë të hetur dhe ta përmbush. Plotësia është Krishti, e tërë shenjta jonë, trinia e shenjtë. Sa gjëra të bukura. Nëse ke dashuri, jeton në Omonia dhe nuk e di se gjendesh në Omonia. As makina she, as njerëz, as gjë. Je brenda me personin që do. E jeton, kënaqesh, të frymëzon. A nuk janë të vërteta këto? Imagjinoni që ai personi që doni të jetë Krishti. Krishti në mendjen tuaj, Krishti në zemrën tuaj, Krishti në gjithë qenien tuaj, Krishti kudo. Krishti është jeta, burimi i jetës, burimi i gëzimit, burimi i dritës së vërtet. Krishti është gjithçka. Kushdo që do Krishtin dhe të tjerët, ai jeton një jetë. Jeta pa Krishtin është vdekje, është ferr, nuk është jetë. Ky është ferri, mungesa e dashurisë. Jeta është Krishti, dashuria është jeta e Krishtit. Ose do të jesh në jetë, ose në vdekje. Nga ti varet të zgjedhësh.
Njëri është qëllimi ynë, dashuria për Krishtin, për kishën dhe për të afërmin. Dashuria, adhurimi Perëndis, bashkimi me Krishtin dhe me kishën është parajs në tokë. Dashuria për Krishtin është dhe dashuri për të afërmin, për të gjithë, edhe për armiqt. I Krishteri ndjen dhimbje për të gjithë, do që të shpëtojnë të gjithë të shijojnë mbretërinë e Perëndis. Ky është krishtërimi. Nëpërmjet dashurisë për të afërmin, do të arrijmë të kemi dashuri për Perëndin. Nëse e dëshirojmë, nëse e duam, ndërsa jemi të denj, hiri hyjnor vjen nëpërmjet vëllait. Kur duam vëllain ton, duam kishën, pra Krishtin. Brenda kishës jemi edhe ne. Kështu që kur duam kishën, duam edhe veten tonë. Unë një gjë dua, një gjë dëshiroj, një gjë kërkoj o Krishti im, të jem bashkë me ty. Ta duam Krishtin dhe i vetme shpresë dhe i vetme kujdes, le të jetë ai. Ta duam Krishtin vetëm për të, kur për ne. Le të na vendos ku të doj, le të na jap çfarë të doj. Krishti im, ç'të doj dashuria jote, mjafton që unë të jetoj në dashurinë tënde. Unë i miri, çfarë t'ju them? Jam shumë i dobët, nuk kam arritur ta dua shumë Krishtin. Ta ketë pasion shpirtim, e ndjej që kam mbetur shumë pas. Kështu e ndjej, nuk kam arritur ati ku dua, nuk e jetoj këtë dashuri. Por, nuk dekurajohem, i besoj dashurisë së Krishtit. I them Krishtit, e di, unë nuk jam i denj, më dërgo ati ku do dashuria jote. Këtë dëshiroj, këtë dua, në jetën time gjithmonë të adhuroja. Kur isha së më rënd dhe do ikja për në qiej, nuk doja të mendoja për mëkatet e mia, doja të mendoja për dashurinë e Zotit tim, të Krishtit tim dhe jetën e përjetshme. Nuk doja të kisha frikë. Doja të shkoja te Zoti dhe të mendoja mirësinë e tij, dashurinë e tij. Dhe tani që pa afron fundi jetës sime, nuk kam ankth, nuk kam agoni, por mendoj se kur të paraqitem në ardhjen e dytë të Zotit, kur të më pyes Krishti, ti ç'kërkon këtu pa pasur rrobën e dasmës? Do ul kokën e do t'i them, ç'të duash Zoti im, ç'të doj dashuria jote, e di që unë nuk jam i denj. Më dërgo ku të doj dashuria jote. Për ferrin jam i denj, dhe në ferr të më vendosësh, mjafton të jem bashkë me ty. Një gjë dua, një gjë dëshiroj, një gjë kërkoj, të jem bashkë me ty, ku të duash dhe si të duash ti, o Krishti im, o Zoti im. Unë përpiqem t'i përkushtojmë dashurisë dhe adhurimit të Perëndis. Kam ndjesinë e gjendjes sime mëkatare, por jetoj me shpresë. Është gjë e keqe të dëshpërohesh. I dëshpërori hidhërohet dhe humbet gatishmërinë dhe fuqinë e tij, ndërsa ai që shpreson ecën gjithmonë përpara. Me që ndjen se është i varfër, përpiqet të pasurohet. Çfarë bën i varfri? Kur është i zgjuar, përpiqet të gjejë një mënyrë për të pasuruar. Sado që ndihem kështu i dobët dhe nuk e kam arritur atë që dëshiroj, megjithatë unë nuk dëshpërohem. Nuk pushoj së përpjekuri vazhdimisht, por nuk bëj atë që dua. Bëni lutje edhe për mua. Çështja është se nuk mund ta dua krejtësisht Krishtin pa hirin e tij. Krishti nuk e lë të shfaqet dashuria e tij nëse shpirti im nuk ka diçka që ta tërheq, dhe ndoshta ajo diçka mua më mungon. Prandaj lutem Perëndisë dhe them, jam shumë i dobët, Krishti im, vetëm ti do të më bësh të denj me hirin tënd, si apostull Pavlin që gëzohej dhe thoshte, nuk rroj më unë, por ron Krishti brenda meje. Kur vjen Krishti në zemër, jeta ndryshon. Kur gjen Krishtin, të mjafton. Nuk do asgjë tjetër. Je i qetë, bësh tjetër njeri. Jeton kudo ku ekziston Krishti. Jeton në hyje, në pafundësi, në qiell me angjit, me shenjtorët, në tokë me njerëzit, me bimët, me kafshët, me të gjithë e të gjitha.
atje ku ekziston dashuria e Krishtit, nuk ka vetmi. Je paqësor, je i gëzuar, je i mbushur plot. As melankoli, as sëmundje, as trysni, as ankth, as zymtësi, as ferr. Krishti është në të gjitha mendimet e tua, dhe gjithashtu në të gjitha veprimet e tua. Ke hirin dhe mund të durosh të gjitha për Krishtin. Madje mund të durosh dhe pa drejtësi për Krishtin. Dhe me gëzim, ashtu siç vujti ai, po kështu edhe ti mund të vuash pa drejtësisht. Ti e zgjodhe Krishtin që të mos vuash. Çfarë thot apostull Pavli? Gëzohem në vujtit e mia. Ky është feja jon. Të zgjohesh shpirtit dhe të doj Krishtin, të bëhet i shenjtë, ti përkushtohet vetëm dashurisë hyjnore. Ashtu do ta doj dhe ai. Kur vjen Krishti në zemër, jeta ndryshon. Krishti është gjithçka. Ai që jeton brenda ti Krishtin, jeton gjëra që nuk thuhen, të shenjta dhe hyjnore. Jeton një përqafim. Këto janë të vërteta, i kanë jetuar njerëzit, asketët në malin e shenjtë. Vazhdimisht me pasion përshpërisnin lutjen: O Zoti Jezu Krisht, mëshiro mua mëkatarin. Kur hyn Krishti në zemër, pasioni zhduken. Nuk mund as të shash, as të urresh, as të akmerresh, as gjë. Ku të gjenden urrejtjet, ku antipatit, gjykimet, egoizmat, ankthet, mërzitjet. Mbi zotëron Krishti dhe pasioni për dritën e paperënduar. Ky pasion të bosh të mendosh që vdekja është ura që do të kalosh për një moment, që të vazhdosh jetën e Krishtit. Këtu në tokë kishte një pengesë, prandaj duhet besimi, dhe kjo pengesë ishte trupi. Ndërsa pas vdekjes, besimi anulohet dhe sheh Krishtin si sheh diellin. Sigurisht që në përjetësi do të jetosh të gjitha në mënyrë më intensive. Por, kur nuk jeton me Krishtin, jeton brenda melankolisë, dëshpërimit, ankthit, mërzitjes, nuk jeton sakt. Atëherë shfaqen shumë çrregullime dhe në organizëm, në trup, në mëlçi, në tëmbë, në pankreas, në stomak, në zemër. Të thonë që të jesh i shëndetshëm, ha në mëngjes vezë, djath, qumësht. Por, nëse jeton sakt, nëse e do Krishtin, me një mollë apo portokall, do jesh në rregull. Ilaçi më i madh është i përkushtohet dikush adhurimit të Krishtit. Të gjitha shërohen, të gjitha funksionojnë normalisht. Dashuria e Perëndis të gjitha i shndërron, i transformon, i shenjtëron, i ndryshon, i korrigjon. Do të ngushëllohet shumë shpirti ynë kur të duam Krishtin. Nuk do të merremi pas me të përditshme dhe të ultat, do të merremi me shpirtëroret dhe të lartat. Do të jetojmë në botën shpirtërore. Kur jeton në botën shpirtërore, jeton në botë tjetër, në atë botë që pëlqen dhe do shumë shpirti yt. Por nuk je indiferent për njeriu. Do që edhe ai të gjejë shpëtimin, dritën, shenjtërimin, të hyjnë të gjithë në kish. Dashuria e Krishtit nuk mbaron. Krishti është në kulmi i dëshirueshëm, nuk ka më lart. Të gjitha shqisoret kanë ngopje. Asnjë gëzim, asgjë tjetër e mirë nuk ja kalon atij. A ka që më të lartë se i shumë larti? Eruta ndaj Krishtit është diçka tjetër. Nuk ka fund, nuk ka ngopje. Jep jetë, jep guxim, jep shëndet. Jep dhe vetëm jep. Dhe sa më shumë që jep, aq më shumë njeriu do që të dashurohet. Ndërsa eruta njerëzore mund ta prish njeriu, mund ta çmend. Kur duam Krishtin, të gjitha dashuritë e tjera zmbrapsen. Dashuritë e tjera kanë ngopje, dashuria e Krishtit nuk ka ngopje. Dashuria trupore ka ngopje, më pas mund të fillojë zilia, grindja, madje edhe vrasja. Mund të shndërrohet në urrejtje. Dashuria në Krishtin nuk ndryshon. Dashuria kozmike zgjat pak dhe dal ngadalë shuhet, ndërsa dashuria hyjnore zmadhohet gjithnjë më shumë dhe thellohet. Çdo lloj tjetër erota mund ta çojë njeriu në dëshpërim, por erota hyjnore na ngre në sferën e Perëndis, na e paqe, gëzim, përmbushje. Kënaqësitë e tjera të lodhin,
por ajo vazhdimisht nuk ngopet. Është një kënaqësi pa ngopje dhe nuk i mërzitet askujt kurrë. Është e mira supreme. Vetëm në një pikë ndalet ngopja, kur njeriu bashkohet me Krishtin. Dashuron dhe sa më shumë që dashuron, aq më shumë sheh se do më shumë të dashuroj. E sheh që nuk është bashkuar, nuk është përkushtuar në dashurinë e Perëndis. Ka gjithmonë prirjen, dëshirën dhe gëzimin që të arrijë në të mirën supreme, Krishtin. Krishmon bën me tani, lutet, por nuk kënaqet. Nuk e kupton që tashmë arriti në këtë dashuri. Ajo që dëshiron nuk e ndjen se e mbushi, që e ndjen e përjeton. Këta erota hynore, këtë dashuri hynore e dëshirojnë gjithë asketët. Dehen me pijen hynore. Me këtë pije hynore, trupi mund të plaket, por shpirti rinohet dhe lulëzon. Duajeni Krishtin dhe do të dojë dhe ai. Të gjitha dhimbjet tuaja do të kalojnë, do të munden, do të shndërrohen. Atëherë do të bëhen të gjitha Krisht, bëhen parajs. Por, që të jetojmë në parajs, duhet të vdesim për të gjitha, që të jemi si të vdekur. Atëherë, do të jetojmë në të vërtetë, do të jetojmë në parajs. Nëse nuk bëhemi të vdekur sipas njeriu të vjetër, nuk bëhet asgjë. Sa më shumë verë të pish, aq më shumë do që të pish. Sa më shumë që i përkushtohesh dashurisë së Krishtit, aq më shumë do që t'i përkushtohesh. Atë duhet ta duam me gjithë jetën tonë, me zemër, fuqi, mendje. Të vëmë prizën e zemrës sonë në dashurinë e tij, që të bashkohemi me të. Këtë kërkon Zoti, jo për veten e tij nga egoizmi, por për ne, që të na dhurojë gjithçka, gëzimin, lumturinë. Kjo dashuri dhe kjo erota, si dhe ky entuziazëm, të udhëzon madje dhe në martirizim. Të bën të sakrifikohesh, të mos marrësh parasysh asgjë, të mos friksohesh nga asgjë, të ikësh larg në shpellat dhe në vrimat e tokës. Kush ka pak dashuri, jep pak. Kush ka shumë dashuri, jep shumë. Dhe ai që ka jashtë masë dashuri, çfarë jep? Jep gjithë veten e tij. Për shkak të dashurisë së tyre për Krishtin, shenjtorët nuk e ndinin dhimbjet në tortura, sa do të ashpra të ishin. Kujtoni 3 dhimbje në kaminën e zjarrt, duke himnuar e lavdëruar Zotin, freskoheshin në kaminën e zjarrt. Kujtoni shën Dimitrin, shën Gjergjin, shën Ekaterinën, shën Varvarën, shën Parashqevin, 40 martirët brenda liçenit të akullt. Rej martirësh, si thot apostulli Pavli. Gjithë këta shenjtorë martirë, ashtu si këtu në tokë, edhe për më tepër në qiell, himnojnë dhe lavdërojnë Perëndin. Janë në parajs dhe shikojnë fytyrën e Zotit ballë për ballë. Ja parajsa, kur dikush sheh Zotin gjithnjë përballë. Është më lart se lulet, se zogjet egzotik, nga gurgullimet e ujit dhe nga trëndafilat, dhe nga të gjitha të bukura që ekzistojnë në tokë, nga të gjitha dashuritë e vogla. Kur dashuron Krishtin, pavarësisht nga dobësitë dhe ndjesitë që ke për to, ke sigurinë se te kalove vdekjen, sepse gjendesh në shoqërinë e dashurisë së Krishtit. Por këto përpiqem dhe unë. Por Perëndia të më mëshiroj, për këto torturohem natë e ditë. Kështu është, kur e do Krishtin, do që të vuash për të. Të bëjmë të denjë, ta shohim fytyrën e Zotit që këtu në tokë. Krishtin ta ndijmë si mikun ton, është miku ynë. Na siguron vetë ai kur thot, ju jeni miqtë e mi. Si mik ta shohim e t'i afrohemi. Bijem, mëkatojmë. Me familiaritet, me dashuri e mirë besim, të vrapojmë pranë ti, jo me frikë se do të na ndëshkoj, por me guxim që do të na jap ndjesia e mikut. Ti themi, Zot, e bëra këtë mëkat, rash në mëkat, më fal o Zot. Por njëkohësisht të ndjejmë që ai na do, që na pret me butësi, na pret me dashuri dhe na fal. Të mos na ndaj mëkati nga Krishti o bijtë e mi. Kur besojmë se na do dhe e duam,
të mos ndihemi si të huaj dhe të ndarë nga Krishti, as kur mëkatojmë. E kemi siguruar dashurinë e tij dhe sido që të sillemi, e dim se ai na do. Nëse duam Krishtin vërtet, nuk ekziston frikë se mos humbasim respektin e tij. Kështu vlen ajo që thot apostull Pavli: kush mund të na ndajë nga dashuria e Krishtit? Hidhërimet, mërzitjet, vdekja, jeta, lartësitë, thellësitë, asgjë nuk mund të na ndajë dot nga dashuria e Krishtit Zotit ton. Është një lidhje lart unike, lidhja e shpirtit me Perëndin, që nuk e përçan asgjë, as nuk e trondit asgjë. Kur njeriu përparon dhe hyn në dashurinë e Perëndis, çdo gjë që bën, e bën nga dashuria, jo nga frika. Ungjilli na jep të kuptojmë që si Krishti është gëzimi e vërteta parajsa. Në dashuri nuk ka frikë. Dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën. Duke përpjekur për frikën, hym dal nga dal në dashurinë e Perëndis. Ikën ferri, ikën frika, ikën vdekja. Interesohemi vetëm për dashurinë e Perëndis. Bëjmë gjithçka për këtë dashuri, ashtu si dhëndri për Musen. Nëse duam që ta ndjekim, atëherë dhe ky jetë me Krishtin është gëzim, qoftë mes vështirësive. Ashtu si thot apostull Pavli, gëzohem në vojtet e mia. Kjo është feja jon, atje duhet të shkojmë. Nuk janë formalet për të jetuar dikush me Krishtin. Kur këtë arrin, çfarë të tjera dëshiron? Fitove gjithçka, jeton në Krishtin dhe Krishti jeton brenda teje. Të tjerat më pas janë shumë të lehta: bindja, përurësia, paqja. Vazhdimisht, të soditni lart drejt Krishtit, të familiarizoheni me Krishtin, të punoni me Krishtin, të jetoni me Krishtin, të merrni frymë me Krishtin, të ndjeni dhimbje me Krishtin, të gëzoni me Krishtin. Të jetë gjithçka Krishti për ju. Shpirti juaj të kërkojë t'i thras dhëndrit të tij. Ty o dhëndri im të dëshiroj, Krishti është dhëndri, është ati, është gjithçka. Krishti është dhëndri, është gjithçka. Nuk ka gjë më të lartë në jetë se sa të duam Krishtin. Çdo gjë që duam është te Krishti. Krishti është gjithçka, gjithë gëzimi, gjithë ngazëllimi, jeta parajsore, të gjitha madhështitë vijnë kur kemi Krishtin brenda nesh. Shpirti që është i dashuruar me Krishtin është gjithmonë i gëzuar dhe i lumtur. Sa do mundime dhe sakrifica që mund t'i kushtoj kjo, askush nuk mund ta mohojë që plotësia është Krishti. Ata që mohojnë këtë të vërtetë janë të sëmurë nga ana psikike, zotëron nga fryma së keqes, mohojnë atë që ju mungon. Kështu djalli gjen bosh shpirtin e tyre dhe hyn brenda. Dhe ashtu si fëmia plagoset shumë thellë, nëse nuk e ka në jetën e tij baban dhe nanën, kështu shumë më tepër nëse njeriu nuk e ka Krishtin dhe të rrëshëntën. Kur e do Krishtin, bën mundim, por mundim të bekuar, vuan por me gëzim, bën me tani, lutesh, ke pasion hynor, ngazëllim, mundim, gëzim dhe dashuri. Me tanit, kreshma, agripnit janë mundim që bëhen për të dashurin, mundim për të jetuar Krishtin, pa imponim, pa angari, se imponimi dhe angaria nuk bëjnë mirë as për punën tënde, as për qenien tënde. Imponimi sjell reagim. Mundimi për Krishtin, pasioni vërtet është dashuria për Krishtin, është sakrificë. Unë i miri duhet të dëgjoj fjalët e etërve, të asketëve, fjalët e dhjatës së vjetër dhe të dhjatës së re. Në këto duhet të përqendrohem, këto kultivojnë dashurinë hynore. Duaje Zotin me gjithë zemrën, me gjithë shpirtin dhe me gjithë mendjen tënde. Kjo është porosia e parë dhe e madhe. Krishti im, je dashuria ime. Unë nuk e mendoj vdekjen. Çfarë do Zoti le të bëhet? Unë dua të mendoj Krishtin, Zotin tim. Amin.